E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi, sërish me mua Tiron Alilin. Do të flasim për një familje artistësh, një familje që jo më pak në fakt ka qenë pjesë e të gjithë medias shqiptare. Kur ne mendojmë që në jetë kalojmë ditë të bukura, kur ne mendojmë që çdo fotografi mbart një buzëqeshje të jashtëzakonshme, kur ne mendojmë që çdo fotografi është lumturia jonë, pas asaj fotografie fshihen shumë gjëra. Pas asaj fotografie fshihen shumë dhimbje, pas asaj fotografie fshihet një luftë e madhe me kancerin. Kanceri që në fakt kemi arritur të kuptojmë që nuk pyetën a je personazh apo njeri i thjesht, a je njeri i famshëm apo jo. Do të thënë këtë herë ka goditur në familjen Ramosaj. Nëna e Alban dhe Beatrix Ramosaj, zonja Antigona, po lufton me një sfidë shumë të madhe. Tani para se unë të rrëfej lajmin, dua një herë të flas për zonjën Antigonë. Zonja Antigona ka qenë një grua e vetme, e cila me të gjitha sakrificat, me të gjithë punën e palodhur, ka punuar punë të lloj-llojshme për të rritur fëmijët e saj, ka rritur fëmijët e saj. Domethënë, ka rritur Albanin, Beatrixin, duke pasuar edhe duke vazhduar të realizon ëndrat e tyre. Do thënë ëndra që në fakt kanë qenë madhore, Beatrixi preku në shkallët më të lartë të fatit të suksesit, Albani po ashtu, domethënë një arritje jashtëzakonisht të madhe në jetën e tij, në karrierën e tij, në sfidat e tij që në fakt atë e prekën në jetë. Por jeta ka marrë tashmë një kahje tjetër. Antigona Ramosaj, nëna e këngëtares së njohur Beatrix Ramosaj, ka ndarë publikisht një nga sfidat më të vështira në jetën e saj, luftën me kancerin. Dhe në fakt dua ta falenderoj që e ka ndarë publikisht, sepse shumica nuk është se e ndajnë publikisht luftën me kancerin, nga që është një betejë që ti e ke me veten. Do të thënë e marrin për turp, e marrin si një gjë të jashtëzakonisht të tmerrshme, do të thënë nuk e përballojnë dot etj. Përmes një reagimi të ndjerë në rrjetet sociale, ajo bëri të ditur se ka përfunduar kimioterapinë e parë. Duke rrëfyer se ndonse ndihet e lodhur fizikisht, zemra e saj është plot falënderim dhe dashuri për mbështetjen e marrë. Zonja Antigon thot kështu: po kaloj një nga betejat më të vështira të jetës time. Ajo falenderon miqt, falenderon familjarët dhe të gjitha ata që i kanë qëndruar pranë me mesazhe edhe me lutje dhe fjalë inkurajuese. Ajo e thekson se arsyeja e vetme pse ka zgjedhur ta bëj publike këtë përvojë është për të ndërgjegjësuar vajzat edhe gratë që të mos të neglizhojnë kontrollat mjekësore, edhe kur shqetësimet në këtë rast duken të vogla. Do të thënë ashtu si të gjitha gratë në këtë mes që neglizhojnë kontrolla, do të thënë ju duket një diçka okay, duhet patjetër ta neglizhojnë, nuk është një diçka e rëndësishme, a brenda saj fshihet një gjë shumë e madhe. Reagimi i saj u shoqërua menjëherë me fjalë shumë prekse nga vajza e saj Beatrix Ramosaj. Këngëtarja përshkroi nënën si forcën dhe heroinën e jetës së saj, duke theksuar qëndrueshmërinë e saj shpirtërore dhe në momentet më të vështira, edhe kur dhimbja mundohet që ta rrëzojë. Ajo zgjedh të buzëqesh, shkruan Beatrixi, duke shtuar se forca e nënës së saj është më e madhe se çdo stuhi në jetë. Beatrix Ramosaj e ka nxjerr këtë fotografi në fakt duke hyrë nëna e saj në skaner dhe e shikon lumturinë, pozitivitetin dhe këtë luftë të madhe që zonja Antigona kalon në jetën e saj. Unë jam i bindur që zonja Antigon do ta mposhtë këtë sfidën dhe do të jetë shembulli i gruas se si duhet në fakt të sillet në këto momente, në këto ditë dhe uroj me zemër që kjo të jetë e fundit që kjo grua kalon në jetën e saj, sepse në fakt janë një familje për të marrur shembull, një familje që kanë luftuar çdo ditë për të realizuar ëndrat e tyre.